çka mendon Edi që publiku t'u hakmar në këtë pikë? A ishte pikërisht sjellja jote apo në fillim të projimit që ishe pak a shumë pate një qëndrim që nuk doja as të kërkoje falje, as të reflektoje mbi atë situatën që ka ndodhur, tu pas parasysh edhe klipin që u shfaq, edhe ofendime që ja bone edhe publikut, edhe bigut këtë rast, a ka qenë ajo që pikërisht kjo hakmarrja e publikut ndaj gjesteve dhe sjelljeve tua? Që realisht unë publikin nuk e kam ofenduar, nuk e di pse nashta ka pas njerëz që e kanë keq kuptuar. Unë thjesht e kam shpjeguar se nëse një njeri i tillë jashtë bigit mu kish sjell ose mu kish shpreh në atë farë lloj mënyre, unë e kisha reaguar qashtu. Ama normal se unë publikin po foli tash për ndjekësat e mi, për njerëz që më përkrojnë, për njerëz që janë mas mirë, normal që unë aty nuk e kam pas mendën, unë vetë që kam pas mendën të ata që shembull që mundën me ma pas inati, që nuk ma dojnë të mirën, edhe thjesht njerëzit e tillë, po për jarditit unë kur se kom prit, se e kom pas një raport goxha të mirë me të, edhe pikërisht prej qasaj unë jam shoku se unë mendoj isha arditi ma ka thonë e le mu dikush tjetër, a bedin, edhe është një farloj ofendimi se nashta ka pas banorët i mrendën që e kanë toleruar edhe të njëjtën formë, të njëjtën ofendim, po unë nuk kam mujt. Se unë jam rrit me do... E kuptush,